Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, u shpall fituesi i sezonit të 4 të Big Brother VIP Albania pas një rrugtimi të gjatë, sfidues dhe shpesh të dhimbshëm. Pavarësisht ofendimeve, presionit psikologjik dhe një episodi dhune fizike, ai arriti të fitonte zemrën e publikut dhe çmimin e madh për 100.000 eurosh. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Gjesti krijoi një lidhje të afërt dhe shumë të komentuar me Eglin, duke u kthyer në një nga çiftet më të pëlqyera të edicionit. Por pak ditë para finales, ai befasoi me një deklaratë të fortë: "E kam jetën të tmerrshme jashtë. Një femër si ti nuk mund të më durojë as 2 minuta, sapo të dal bllok e ke." Kjo deklaratë ngriti shumë pikpyetje dhe për disa u duk si fundi i një lidhjeje që nisi me shumë emocione. Por a e mbajti fjalën Gjesti? Pas përfundimit të spektaklit, fansat kanë vëzhguar me vëmendje çdo lëvizje të çiftit në rrjetet sociale dhe rezultati është surprizues. Jo vetëm që Gjesti nuk e ka bllokuar Eglin, por dyshja duken më të afërt se kur. Ata janë parë shpesh bashkë, madje kanë publikuar foto pranë njëri tjetrit, duke treguar se raporti mes tyre jo vetëm që nuk është ftohur, por ndoshta po bëhet më i fortë jashtë shtëpisë. Ndjekësit tani pyesin, a kemi të bëjmë me një histori dashurie që do të vazhdoj edhe jashtë kamerave? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.